Do të flasim tashmë për Final Four të Kupës së Kosovës në handball dhe Feriza është një koqer i kësaj ngjarje në ligën e shkollave në mini handball. Drejt për drejt e kemi nga atje kolegun ton Driton Ramadani. Driton, nëse po na dëgjon, mirëmëngjes për ty. Studio dhe për të gjithë teleshikuesit tanë dhe siç thatë një koqeri i ngjarjeve, dy ngjarjeve të rëndësishme në handball është Feriza, gjithsesi klubi i handballit Kastrioti në konkurrencën e meshkujve. Dhe pikërisht për këtë do të bisedojmë me sekretarin e këtij klubi, Ardit Gashi. I nderuar, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, nderuar. Atëherë sot fillon liga e shkollave, do të filloj me ligën e shkollave, kurse nesër dhe pas nesër do të jetë Kupa e Kosovës që do të organizohet në Ferizaj. Si janë duke rrjedhur dhe a jeni gati për të filluar këto aktivitete? Po, drejton e vërtet, do të jetë një lloj festivali e handballit traditor. Klubi ynë ka qenë edhe më parë një koqeri evente të tilla, kësaj radhe është pak më ndryshe. Sot fillon liga unike e shkollave fillore, pastaj nisën gjysmë finalet në të dy kategoritë meshkuj dhe femra dhe të dielën finalet. Kjo gjitha po bëhet me mbështetjen e komunës së Ferizajt, konkretisht Drejtorisë për Kulturën e Sport dhe Federatës, po bëhet një punë e jashtëzakonshme. Gjithë grupi është konsoliduar, konkretisht koordinatori i klubit Zotri Genti ka punu vazhdimisht dhe fuqishëm që të arrihet që të gjitha aktivitetet jenë mirë organizuara, do të jetë një aktivitet më ndryshe, do të ketë muzikë dhe aktivitetet të tjera përcjellëse për 3 ditë me radhë, një lloj festivali i handballit që po presim të mirëpritet edhe nga gjithë sportdashërit e sidomos nga handballdashësit këtu në Ferizaj. Sa është vështirë të marrët një kompetencë të tillë për të organizuar një ngjarje të tillë dhe thatë për herë të parë do të jetë liga e shkollave në komunën e Ferizajt, sigurisht për shkak të akademisë që ka klubi juaj. Po e vërtet, klubi ynë është ndër klubet e pakta që punojnë me akademinë të rinjve në Kosovë. Ka qenë e vështirë, është e vështirë, sidomos pa mbështetje institucionale do të jetë gjithmonë e vështirë, por kësaj radhe fatmirësisht kemi gjetë një mirëkuptim, po bëhet një punë e jashtëzakonshme për shkak se është ndruar edhe gate florja dhe disa aktivitete të tjera normalisht. Është e vështirë edhe për neve si klub sepse krahas gjithë organizimit ku të gjitha klubet të cilat kanë arritur në Final Four nga gjithë Kosova në dy konkurrenca të meshkujve dhe femra do të vinë këtu. Gjithashtu njëkohësisht do duhet përgatitemi siç 2 vite jemi fitues të Kupës së Kosovës dhe dëshirojmë ta mbajmë trofeun këtu. Megjithatë ka qenë siç thash një punë dhe angazhim i palodhshëm, me që tashmë kemi bërë një lloj tradite dhe qyteti i Ferizajt është sinonim i handballit në Kosovë. Rita, do të shërbejë sidomos takimet e sotme të shkollave për të nxjerrur talent dhe për t'u bashkuar, do thotë handballit jo vetëm Ferizajs, por në tërë Kosovën dhe më gjerë, pse jo edhe jashtë vendit. Po patjetër, klubi ynë gjithmonë ka ditur që të sjell talent, edhe sot mund të them që handballi në nivel qendror pothuajse e mbajnë të gjithë shumica e lojtarëve Ferizajs të cilët luajnë në klube të ndryshme, dhe po pikërisht për këtë është përgatitur edhe kjo liga unike e shkollave fillore ku tentohet të nxjerrim talent nga kjo, të cilët më vonë mund t'i bashkangjiten edhe akademisë të përcjellët. Gjatë gjithë aktivitetit të sotëm këtu do të jenë përcjellës edhe stafi profesional dhe teknik i klubit tonë me të gjithë profesorët dhe arsimtarët të cilët do të jenë përcjellës të aktivitetit. Një ndër indikatorët më të mëdha është nxjerrja e talentëve të rinj. Nesër thamë na presin gjysmëfinalet dhe pas nesër finalet. Mendoni se si zakonisht palestra e sporteve Bill Clinton do të jetë e mbushur, sepse keni filluar që më herët të bëni do të thirrje pavarësisht se cilit ekipi takojnë që të jenë prezent sot vakt nesër dhe pas nesër në finalet. Pse jo edhe sot, sepse talent. Patjetër. Po e vërtet, presim që të ketë një mbështetje të jashtëzakonshme, gjithmonë kemi pasur një numër të madh të shikuesve, kjo është një ndër arsyet pse i mbajmë evente të tilla në Ferizaj, dhe klubi po përgatitet që të gjithë ata të cilët do të jenë dashamirë të handballit në veçantë, po dhe sportit në përgjithësi të jenë këto ditë në Ferizaj, është përgatitur ky lloj festivali me aktivitete të tjera përcjellëse, po sidomos bëj një thirrje kështu për të gjithë handballdashësit e sidomos mbështetësit e klubit tonë që të shtunën dhe shpresojmë që edhe të dielën të na mbështesin në mënyrë masive në të dy ndeshjet, edhe në gjysmëfinale, pastaj edhe në finale. Do të jetë një mundësi e mirë që të shihen edhe konkurrenca e ligës së femrave në handball, të cilat ka ndeshje të jashtëzakonshme. Dije se 4 ekipet si në konkurrencën e femrave dhe në konkurrencën e meshkujve do të thotë janë përgatitur, por klubi juaj sa është përgatitur sepse ndoshta keni paksa për ta ruajtur siç thatë edhe ju titullin.
E vërtet, kësaj radhe jemi qasë më ndryshe edhe këtij kompeticioni, që 2 vite jemi fitues radhazi të kupës, ndërsa tani jemi edhe në vendin e parë pretendent kryesor edhe në garën për titull. Konsiderojmë që krahasuar me vitin e kaluar kemi rritë cilësinë dhe nivelin në klub, po bëhet një punë jashtëzakonshme edhe nga vetë lojtarët, nga stafi përgatitur. Realisht objektiva kryesore është që të mbajmë kupën e Kosovës në Ferizaj, por ta sillim edhe titullin, kështu që mund të them që definitivisht jemi të përgatitur që ta fitojmë kupën dhe titullin pas një kohe të gjatë të 2 trofet në Ferizaj. Edhe jam i bindur që do ta bëjmë maksimumin që kjo kupë të mbetet në Ferizaj, pastaj edhe në garën e play-offit edhe titulli të rikthehet pas shumë vitesh në Ferizaj. Unë shpresoj që sot në garën e shkollave do të kalohet siç më së miri, nesër dhe pas nesër me të vërtet kemi spektakël në Ferizaj, pavarësisht kush do që fiton. Patjetër, gjithmonë urusi në sport duhet uruar fituesi. Sot do të bëjmë si thash më të mirën për të nxjerrë talent të ri, për të mbështetur këta të ri në aktivitetet e tyre, pse jo të fillojnë sedapat e parë me mbullin. Nesër pas nesër na presin ndeshje të zgjarta, aktivitete të tjera përcjellëse dhe uroj që të fitojnë më të mirët, do t'i urojmë të gjithë kampionët. Uroj dhe shpresoj që kupa të mbetet këtu, edhe një herë i ftoj të gjithë ferizajasit dhe handball dashësit anë e marrën Kosovës që ta mbështesin këtë event madhështor. Faleminderit shumë për këtë bashkëbisedim. Mua nuk më mbetet gjë tjetër post që sot i ftoj të gjitha adhuruesit e handballit që të vinë për të parë talentet e ri të cilët nga ora 11 do të përballen shkollat në komunën e Ferizajt njëra me tjetrën, do të nxjerrën talent, kurse nesër nga ora do të kemi aktivitete, do të gjysmë finalet në konkurrencën e femrave, ku do të takoni Stogu Shqiponia në orën 14, ndërka Sama Drejgja Ferizaj në orën 18. Në konkurrencën e meshkujve, në orën 16 do të takohen Besa Prishtina, ndërka që Rahoveci Kastrioti do të jetë në orën 20. Fituesit e këtyre takimeve do të takon në finale të dielen në konkurrencën e femrave në orën 17, ndërkaq në konkurrencën e meshkujve do të jetë takimi final të dielen në orën 20. Unë ju ftoj të gjithë që të jeni pjesë e këtyre aktiviteteve, të gjithë atyre që adhurojnë handballin, por edhe të gjithë spërdashësit tjetër për të parë një spektakël të organizuar këtu në Ferizaj.